Arabët për të parë, për Izraelitët po, për Amerikanët po, përderisa i dhanë dritën jeshile. Me të shikojmë se si do të jetë reagimi në të ardhmen. Ambasador, duhet të ngacmoj eksperiencën tuaj. Marrim një hipotezë, një moment. Irani krijon bombën. Ben Caspit është emri i komentatorit. Ben Caspit. Marrim hipotezën. Irani ja del e bën bombën bërthamore. E kanë në projektin e vetë zhdukjen e shtetit të Izraelit. Unë nuk e di pse e ka futur këtë pikë në projektin e vetë, në kushtetutat çfarë mund të jetë në projektin e vetë të ekzistencës. Por, do më bënte shumë çudi nëse Irani do lëshonte bomba bërthamore mbi Izraelin. Kjo mund të vuloste zhdukjen e Iranit, sepse bota nuk do ta pranonte. Ndoshta Europa edhe e pranonte, siç po pranojnë edhe Gazën, por Amerikanët nuk do ta pranonin. Apo Izraelitët janë gjithmonë me atë frikën e holokaustit të Shoas. Dhe thonë, okay, nesër deri Irani mund të na godatë me bombë bërthamore, bota do thotë dy fjalë keqardhje dhe do shikoj përpara. Siç po shikon në Gaza, po ndodh në Gaza dhe nuk po thonë gjë. Po që se më lejon, do t'i vi që pak rrotull përgjigje se nuk më... Jo, po edhe pyetja nuk ta lejon përgjigje. Është që ke vështirë për të më është një goxha në mod në rrjetet sociale me emrin Alex Kreiner, ka pas dikur drejtuar një nga këto fondet hedge fund, dhe shkruan ka këto blogjet e veta. Ai mendon që Izraeli i shërben dy qëllimeve njëkohësisht. Natyrisht që ishte një vend ku ebrejt e persekutuar për 2000 vite me radhë, më në fund gjetën një vend ku mund të jetonin në paqe dhe të zhvillonin në liri jetën e tyre. Pra një projekt paqeje dhe... Më paqe se gjetën, nuk ka si bërë. Por nga ana tjetër, mendon se ka dhe një dimension tjetër si instrument i ushtrimit të hegemonisë perëndimore në rajonin e lindjes mesme. Dhe këto të dy komponente, thot Alex Kreiner, kanë bashkëjetuar që nga 48-a edhe deri në kohën e sotme, ku Izraeli për qëllimet e veta, pra ebrejt për të jetuar në paqe dhe në siguri, kanë ndjerë gjithmonë armiqsinë e vendeve fqinje të arabe dhe i është dashur që të luftojnë për sigurinë e tyre, po ndërkohë kjo i ka shërbyer edhe sa interesave tjera si instrument i hegemonisë perëndimore në rajon. Dhe shpesh nuk ka munguar të dëgjojmë thënie nga udhëheqje shumë të lartë të Amerikës, ku kanë thënë që Izraeli është një aeroplan mbajtëse e pambytshme në lindjen e mesme. Pra, në një farë mënyrë, është një aeroplan mbajtëse tyre që i shërben për të lundruar aty ku është e vështirë. Kështu që Alex Kreiner ka goxha argumente në këtë pohim që mundohet të bëj në funksionet e Izraelit. Pra, edhe si faktori hegemonisë, edhe si vend për ebrejt të jetojnë në paqe dhe në siguri. Në momentin që do të heqim elementin e hegemonisë, pra, ku koincidon zoti Trump me heqjen e elementit e hegemonisë. Zoti Trump nuk mendon që Shtetet Bashkuara të Amerikës do duhet t'i shërbejnë hegemonisë botërore. Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet kujdesen për interesat e veta. Janë europianët ata që janë të interesuar për hegemoni. Në këtë moment, në qoftë se Izraeli nuk do të jetë më instrument i hegemonisë perëndimore, gjithmonë po citoj zotrin, më nuk janë të mia. Çuditërisht në këtë konkluzion kam bërë një koment para 5 ditësh. Kam thënë është një interes i dyanshëm. Izraelitët shfrytëzojnë ndihmën e perëndimorëve, ku perëndimorët duan të mbajnë të përçarë një botë arabe për 600 milionësh me hidrokarbure, e kanë në pragun e tyre migracioni e të tjera për shumë faktorë. Kryesisht ekonomik. Kryesisht ekonomik. Kryesisht ekonomik, sepse rajoni është jashtëzakonisht i pasur me burime energjetike dhe do duhet që jo t'i shfrytëzojnë ata, sepse në qoftë se perëndimorët në fillim të shekullit 20 thoshin që ata janë budallënj, që duhet nafta atyre, ata s'din ta përdorin, kështu nafta është e jona, nuk është e atyre. Kështu që këto lloj paragjykimesh janë shfaqur her mbas here, por një ditë të bukur dhe vetë arabët, apo sipas shteteve ku jetojnë, u ndërgjegjësuan dhe vun dorë mbi kontrollin e burimeve natyrore. Në këtë moment, Izraeli si përfaqësuese e hegemonisë perëndimore ka ndihmuar që këto vendet e perëndimit të ruajnë një lloj dhe për interesin e vet, ka krijuar një shtet të vetin.
Tashti, vim ke shkëmbimet e duelit bërthamor Izrael-Iran. Në momentin që Izraeli nuk e ka më karakterin hegemonist të perëndimit në lindjen e mesme, i gjithë atmosfera e shteteve do të ndryshojnë në mënyrë të... Edhe sot, kur Izraeli është goxha, shiko që ndodh me Izraelin sot, diku po lexoja që në maksimumin e sigurisë fizike, ti arrin maksimumin e sigurisë psikologjike. Pra, Izraeli ka mundur Hezbollahun, Hamasin, Libanin, Sirin, po mundi dhe Iranin të shi, po të themi në atë escalation dominance, në dominimin e përshkallëzimit dukshëm, bëri më shumë dëm, vra më shumë njerëz, asgjësoj fizikant, shtabet ushtarake, etj. Pra, dukshëm pati një dominancë në dëmet që shkaktoi. Pra, është në kulmin e sigurisë vetë fizike ushtarake. Ky moment i kulmit të sigurisë ushtarake është momenti i pragut të pasigurisë psikologjike, sepse në momentin që i shkatërron kundërshtarët në front, prit pastaj prej tyre që të reagojnë në mënyra të ndryshme, sipas skenarit që ju ke dhënë e ke përdorur edhe ti, që nga sulmet kibernetike, që nga dekapitimi i njerëzve, që nga lufta asimetrike. Eksakt. Kështu që në këtë moment kur ke fituar luftën frontale, se mund të thuhet që Izraeli tashmë ka fituar luftën frontale me armiqtë e vet apo me kundërshtarët e vet, është jashtëzakonisht e zbuluar ka qenë një luftë asimetrike. Dhe kam përshtypjen që e njëjta që vlen edhe për atë që po diskutojnë pak më përpara për Rusi-Ukrainë në kuptimin e tendencave ruse për të pushtuar gjithë Ukrainën apo për të dalë edhe në Europë. Kam përshtypjen që rusët më tanë të Dnjeprit e dinë që nuk mund të jetojnë asnjë ditë pa atentate, pa vrasje, pa veprime ndaj trupave të tyre. Për sa i përket, ose mund të kthehemi se po kalojmë nga tema në temë, po flasim për situatën globale. Shiko, në Ukrainë është shumë interesante që në perëndim flitet vetëm për tendencë ruse për të pushtuar vendet e NATO-s. Pak njerëz i referohen kushteve ruse për ndalimin e luftës, që është Ukraina jo në NATO, Ukraina me armatim të kufizuar, të drejtat e rusofonëve në Donbas apo ku jetojnë, dhe kaq. Dhe nazifikimi, që do të thotë ndryshim regjimin në Kiev, pra një qeveri që tjetë më misore apo më pro Moskës. Tashi, në të katër këto kërkesa, në qoftë se nuk merren parasysh, nuk ka se si të bëj paqe Rusia. Dhe përveç këtyre, nuk ka shfaqur ndonjëherë, nuk ka evidencë, të paktën thot George Mearsheimer, nuk ka evidencë që rusët duan të pushtojnë vendet balltike apo Poloninë. Mund të ta keni planet. U përhap një lajm i cili bëri buj ngritja e garnizoneve të mëdha ruse në kufim me Finlandën. Në fakt, një analist ushtarak tha janë ish baza të ushtrisë së kuqe që po rinovohen sepse do shkojnë në rast paqe një pjesë e trupave që janë në Ukrainë do dislokohen aty ku kanë qenë edhe më parë. Shiko, si thashë edhe që është në kryetarës, sepse propaganda është disniveli ushtarak, një Rusi jashtëzakonisht e forcuar në këto 2-3 vitet e fundit, dhe një Europë shumë e dobët, krijon një disbalancë, një vakum sigurie i cili çon patjetër në orekse pushtuese. Po edhe në psikoza, çon edhe në psikoza. Kështu që për sa i përket pakicave ruse në vendet balltike, kam përshtypjen që për turp të Moskës, ata i patën bërë dalje ato pakica ruse prej kohësh. Në kuptimin që bëni çfarë doni me ta, ne nuk kemi kollçet. Problemi i Ukrainës është problem ekzistencial për rusët. Paktën siç thon ata. Unë do thosha që nuk ka pse të jetë, po ashtu thon ata. Në fakt, ambasador, duke lexuar historinë e Romanovëve të Stefan Sebak Montefiorit, një botim i vonshëm i tij, më rezulton që kanë 300 vjet që luftojnë për ato rajon. Pra kanë lënë shumë gjak rusët për t'i lënë me një fjalë goje. Praktikisht ata i lanë. I lanë, pra, po i lanë në një moment dobësie të tyre. Jo vetëm, kam përshtypjen që
natyrisht sepse kam filluar natyrisht interpretime mund të jenë nga më të ndryshmet, po në qoftë se nuk do kishte ndodhur Majdani në 2014-ën dhe në qoftë se nuk do kishte ndodhur kushtetuta e 14-ës që i mohonte rusisht folësve gjuhën e tyre, apo tendencat për t'i dhënë Sevastopolin bazave, për t'i dhënë këtyre NATO-s, të themi, aksesin në Sevastopol. Tash vërtet që Putin është kriminal lufte dhe mund të zgjuar me orekse të mëdha në momentin që e forcoi Rusin. Por ama nga ana tjetër dhe këto janë gjëra që kanë ndodhur, nuk mund t'i mohojmë, të themi. Në këtë këndvështrim përbën rrezik ekzistencial. Po nuk mund ta lënë që të kthehet në një territor armik në këtë sens e kisha. Ato kanë luftuar për qindra vjetësh, paktën që nga koha e Pjetrit të Madh. Dhe edhe diçka tjetër, domethënë se neve jetojmë në një kohë propagande ku të dyja palët, rusët në mënyrë më të organizuar, por edhe perëndimi, kuptohet, është në luftë dhe është shumë e vështirë të gjesh atë mënyrën për të bërë paqe, për të thënë sa të vërteta, se kalohet deri në atë sa quhen domethënë Ukraina së rusisht folës, është si të quajë shqiptarët e Kosovës, mund të quajnë serbët dhe thonë këta janë serb shqipfolës, domethënë, është harriet deri në tilla qesharake. Por mendoj që ka një psikologë lufte e cila nuk është se bie klim të mirë, në kohë që mund të gjehet fare mirë mënyra e bashkëtesës. Domethënë, unë e shikoj të mirë këtë paqen që do të bjerë Trumpi, po kjo mënyra për të na detyruar që shpenzojmë 5%, më duket një taks shumë e madhe, shumë pasens në fakt. Do më thënë, ne nuk jemi në kohën e daullave të shiut, thoshte Kadereja ke libri Kështjella, kur mbaroi lufta se ran daullet e shiut dhe s'kishte çfarë bënte me ushtria turke, se nuk e mbante dot më të izoluar atë kështjellën që kishte rrethuar. Përkundrazi jemi në kushtet kur po bien daullet e luftës me të madhe dhe nuk kemi qenë asnjë. Vetë zoti Trump në fushat ka thënë që nuk kemi qenë asnjëherë më afër luftës së tretë botërore se sa ndonjë presidencin Biden. Grupi neokon dhe neoliberalëve po na tërheq në mënyrë të vazhdueshme drejt një lufte me Rusinë armatosur me armë bërthomore që do të ishte një Armagedon. Pra, ai është koshient dhe thotë që puna e parë që duhet bëjmë duhet ndalojmë luftën dhe bashkë me ndalimin e luftës duhet të spastrojmë gjithë establishmentin e politikës së jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga elementet neokon të cilët po na çojnë në këtë drejtim. Deri më sot kam përshtypjen që nuk është se ja ka dalë në një mas kushtet çfarë të spastroj establishmentin e politikës së jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke filluar që nga agjencitë e zbulimit, që nga Pentagoni apo Departamenti i Shtetit, me gjithë pushimet që deri diku kanë qenë edhe masive me Elon Musk në ato ditët e para të punës tij. Megjithatë, duket që influenca e tyre në jetën e aparateve është jashtëzakonisht e fortë dhe unë gjykoj që lufta e politikanit me administratën kam përshtypjen që është e parathënë qysh në nisje që është destinuar të humbet nga politikani. Në shtetet serioze, se të ne e bërë me 24-1, në zonë gjithë më rrugë, duke shkatruar një elitë të tërë. Problemi është që shkatrimi një Shqipëri e 2-3 milion ishte një dhimbje koke për ca italianë dhe për ca greke dhe nështë edhe për një tjetër ku u dyndën valet e emigracionit shqiptar, po për shtete si Rusia, Kina, një çrregullim i atyre përmasave si në Shqipëri, do të në vitet 90. Kam idenë që neokonët nuk e kanë idenë se çdo të thotë të shpërbësh Rusinë, një vend me 160.000. Kur kam qenë në Kinë më vonë se sa student, flitet për vizitën e presidentit Bush mbas ngjarjeve në Tiananmen në 1989, kur Shtetet Bashkuara të Amerikës mbajtën një qendrim jashtëzakonisht kritik ndaj Pekinit, me të drejtë, që u vranë disa student dhe ishte turpi i botës, domethënë që një demonstratë paqësore të shtypej me mjetet përgjakshme dhe në bisedat zyrtare me Deng Xiaoping, që ishte lideri suprem në atë kohë, nuk është se kishte ndonjë funksion zyrtar, po ishte kryetari Komisionit të Çështjeve Ushtarake të Partisë Komuniste të Kinës. Kryeministri ishte dikush tjetër, kryetar parlamentit ishte dikush tjetër, po zotëria kishte mbajtur kryetar i Komisionit Ushtarak të Partisë Komuniste.
Dhe nuk ju përgjigj Bush Senior, Herbert W. në bisedimin zyrtare, kur ai mbajti qëndrim kritik për shkeljen e drejtave të njerëzit. Kur po dilnin, i tha, zotëri, i tha, ne të shkurtrit jemi të avantazhuar se kur bie qielli jeni ju të gjatët që e prisni. Por tha, do desha të thosha dy fjalë për atë që thatë, në qoftë se ju doni që të mos kishin vepruar ashtu, atëherë brenda 24 orësh nuk do kishte më Kore, dhe brenda 48 orësh nuk do kishte më Japoni, dhe brenda një jave nuk do kishte më as Kaliforni. Pra, në qoftë se hapen dyert dhe të paktën në atë kohë, se ndoshta sot situata në Kinë kanë ndryshuar në mënyrë rrënjësore, nuk janë më njerëz që po vdesin për bukë. Në atë kohë kishte 700-800 milion njerëz që ishin në pragun e varfërisë, jetonin nga $1 në muaj, nuk e di se kanë qenë tamam statistikat. Sot situata në Kinë kanë ndryshuar në mënyrë rrënjësore, po në 1990-ën ishte ajo shkallë varfërie që fare mirë 30-40 milion apo 50 milion kinezë mund të kishin marrë rrugët e botës, dhe vërtet me varka apo me goma makina mund të kishin dalë deri në Japoni edhe pastaj me mënyrat e tyre. Pra, në çdo rast, do vriteshin akoma më shumë. Për në çdo rast, ajo që ka ndodhur në Shqipëri në 90-95-ën, ku sipas disa statistikave, 1/3 e popullsisë zbriti nga zonat e thella në Bregdet dhe 1/3 e vendit iku nga Shqipëria jashtë, është për masave biblike. Ne besoj Ti thon diku te 500 milion kinez. Ne besoj duhet konsiderojmë një etni vërtet jashtëzakonisht vitale që me gjithë këtë katastrofë, do thosha unë, demografike, ja kemi dalë që jemi këta që jemi sot. Mendo çfarë presioni ka qenë mbi sistemin arsimor shëndetësor dhe komunal në Shqipëri, të kesh në gjithë vijën bregdetare, brenda të themi 1, 2, 3, 4 viteve, të dyfishohet nga 1 milion të bëhet 2 milion banor. Por shqyr zotit, kam përshtypjen që shumë njerëz që kanë qenë në moshë të re në atë kohë, ndoshta dhe nuk e mbajnë mend, por ne që kemi qenë në një moshë të pjekur, pasojat vazhdojnë në ujësjellës, në kanalizime, në të gjitha, është sepse janë bërë qytetet janë 3-4 fishuar. Vazhdojnë dhe në kuptimin tim të mënyrës funksionimit të shoqërisë, dëmi më i madh është krijuar në atë që quhet tesuta e shoqërisë, atë fabric, ajo lidhje që ka pas mbajtur shoqërinë në kuptimin e komuniteteve, stofi shoqëror, në kuptimin e komunitetit. Sot ne kemi shumë të vështirë që të krijojmë një komunitet, qoftë edhe për problemet e përbashkëta që kemi, ujë, drita, kanali, parkimi, nuk ka... Administratori nuk e zgjedhin dot. Administratori në pallatit. Ambasador, do të ishte një kënaqësi ta vazhdonim bisedën për Izraelin, po kam idenë që do të vazhdojë për sa kohë të jetë aeroplan mbajtëse, sa kohë që bota të jetë hidrokarburat. Pastaj më vonë do të jetë një çik në interesin e Europës që mos i lënë bashkohen 700 milion arab, se po vërshuan këndej, do dalim që të gjithë më zëshkan pastaj. Kështu që mendoj që Izraelin... Unë do uroja shumë që me gjithë kontraversialitetin që përfaqëson Donald J. Trump në situatën në Amerikë ka një situatë të jashtëzakonshme pro dhe kundra. Domethënë ajo media kryesore është absolutisht kundra. Dhe ndoshta me të drejtë, në mënyrën se sillet ai me gjykatat, me këto që po ndodhin nëpër kampuset, roli i kësaj ICS, ACI në deportimin e njerëzve. Por do uroja shumë që zoti Trump fiton dhe çmimin Nobel për paqen, me kontributet që ka dhënë qoftë edhe tentativën për Serbi-Kosovë, qoftë edhe për Indi-Pakistan, qoftë edhe për ato që po bën për në Afrikë, në mënyrë të veçantë për autoritetin e tij të rritur, nëse do ishte një Nobelist i paqes, në raport me lobin izraelit në Amerikë, në raport me Izraelin. Pra do doja shumë që ti ishte shumë herë më i fuqishëm politikisht, në bazën e tij maga, një pjesë e mirë e cilës është kristiano-sioniste, kristiano-evangeliste që janë përkrahës të Izraelit, po ndërkohë një pjesë tjetër, domethënë nuk ka turp më të madh, do më lejo sa përdor fjalën turp, për zëdhënësin e Departamentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që thotë jam krenare që i shërbej këtij vendi të jashtëzakonshëm siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës pas Izraelit. Domethënë ka prekur vërtet shumë njerëz aty ku nuk mban në Amerikë, domethënë dhe tash njerëzit po i kujtojnë që nuk keni pse çuditeni se në konventën e nominimit të presidentit Trump si kandidat për zgjedhjet presidenciale,
ka qenë flamuri izraelit në sallë dhe ka pas parulla Israel first, do më thënë. Kështu që unë do doja që pa dyshim i uroj siguri, paqe dhe mirëqenie të jashtëzakonshme popullit Izraelit, por në radhë parë unë do doja që Zoti Trump të kishte një autoritet sa më të palëkundur në ato që do të bëjë për botën. Ambasador, faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit juve që na ndoqët, natën e mirë.